Përshëndetje miq të kanalit FB TV. Historia ime është kjo. U bëra 45 vjeqe dhe për herë të parë në jetën time më ndodhi ajo që nuk e presja kurrë. Kur arri në këtë moshë, njerëzit mendojnë se gjithçka është e shkruar, se ardhmja jote është thjesht një rutinë e qetë dhe pa të papritura. Por unë nuk e kam ndjerë veten asnjëherë si një grua në moshë. Jashtëzakonisht kujdesem për trupin tim. Ushqehem mirë dhe vishem me shije. Nuk e bëj për të tjerët, e bëj për veten time. Kjo më ka bërë që në çdo ambient ku të hy, të mos dukem kurrë aq vjeqe sa kam në letër. Jam e martuar me një burr disa vite më të madh se unë. Kemi një jetë qëndrueshme. Një martesë të bazuar te respekti dhe qetësia. Burri im ka një djalë nga martesa e tij e parë. Tani ai është 22 vjeç. Një djalë i rritur, i heshtur, me të cilin kisha pasur gjithmonë një marrëdhënie krejtësisht zyrtare. Një distancë të ftohtë që ishte krijuar natyrshëm. Vitet e fundit, pushimet i kishim kaluar gjithmonë vetëm për vetëm me burrin. Djali i tij preferonte jugun, zhurmën, jetën e natës me shoqërinë e vet. Këtë vit ne vendosëm të kalonim 5 ditë në plazhin e Velipojës. Është një vend me rërë të gjerë, i mirë për të pushuar larg stresit. Gjatë darkës, kur po flisnim për prenotimin, djali ktheu kokën nga ne dhe tha se donte të vinte edhe ai. U habita, burri u gëzua pa mas, ndërsa unë thjesht pranova. Kush mund ta mendonte se ato pushime e ajo kërkesë e tij e papritur do të kthente gjithçka përmbës. Misja u bë një ditë nxehtë. U sistemuam në dhomat tona në hotel dhe menjëherë dalëm në plazh. 3 ditët e para kaluan me një qetësi absolute, por me një ndjesi të çuditshme që nuk po arrija ta shpjegoja. Në vend që të delte xhiro apo të vizitonte lokalet e të rinjeve, ai rrinte gjithmonë aty pranë nesh. Unë kisha veshur rrobat e mia të plazhit, lexoja një libër dhe shijoja rrezat e diellit. Sa herë që shkonim te bari i plazhit për të marrë diçka, kamarierët apo të rinjët aty rrotull më drejtoheshin mua dhe atij sikur të ishim miq, mbase edhe ndonjë qeft. Për shkak të pamjes sime, asnjë nuk e vinte re diferencën e moshës apo lidhjen tonë familjare. Unë kaloja situatën duke qeshur. Burri nuk i jepte fare rëndësi, por vura re që djali nuk i korrigjonte kurrë. Nuk thoshte është gruaja e babait. Thjesht rrinte aty, blinte pijet dhe kthehej me mua dhe burrin tim tek shezllonët. Kjo gjë filloi të më fuste në mendime. Rrinte shumë i heshtur, por gjithmonë aty pranë. Dita e 4 ishte mbytëse, një nga ato ditët e mesit të gushtit, kur vapa të merr frymën dhe rëra të djeg këmbët, që në hapat e parë. Ishim të tre nën çadrën tonë, unë dhe djali po mbanim nga një pije me akull në dorë, ndërsa burri im po rrotullohej në shezllon, i pamundur për të gjetur rehati.
Dielli i fortë po e lodhte shumë. Nuk e përballoj dot më këtë vap, tha e papritur, duke u ngritur ndenjur. Do të shkoj në dhomë të shtrihem në freskun e kondicionerit. Rrinja 2 orë dhe kthehem më vonë kur të ulet pak dielli. Shkoj thashon pa menduar 2 herë. Nuk ka kuptim të torturohesh këto. Ai mori çantën e tij të vogël dhe eci drejt rrugicës së hotelit, duke na lënë pas. Mbeta vetëm me djalin e tij. Ora ishte fiks drek dhe plazhi kishte filluar të boshatisej nga njerëzit që po shkonin për të ngrënë. Vapa ishte aq e madhe sa akulli në gotat tona u shkri brenda pak minutave. Zhurma e dallgëve ishte e vetmja që dëgjohej. Asnjëri nga ne nuk po fleste. Nuk kishim komunikuar kur gjatë për gjëra personale. Prandaj, ajo heshtje nuk ishte e re. Por atë moment, vetëm për vetëm në atë çadër, po bëhej një heshtje shumë e rëndë. Për ta thyer atë situatë dhe për të shpëtuar nga i nxehti i padurueshëm, vendosa të ngrihem. Po shkoj të futem pak në ujë, i thash. Ai nuk lëvizi. Në rregull, tha shkurt, pa e hequr vështrimin nga deti. Eca drejt brekut, unë nuk jam gato gra që lahen në cektinën ku uji është më i ngratë. Dua gjithmonë të shkoj thellë, fiks aty ku uji më mbulon supet dhe gishtat e këmbëve mendsi prekin fundin e rërës. U futa ngadalë, duke e ndjer ujin e freskët që po më largonte gjithë atë ngarkesë të vapës. Unë dola në vendin tim të preferuar. U ktheva me fytyrë nga bregu për të parë çadrën tonë. Njerëzit dhe shezllonët dukeshin të vegjël nga ajo largësi. Pastaj pash dikë që po vinte në ujë. Ishte djali. Notoi pa u nxituar dhe u afrua aty ku isha unë. Nuk e presja as pak. Ai kur nuk futej në det në pikun e drekës. Dhe kur nuk ishte ardhur të lahej në të njëjtin vend me mua. Unë dal pak më tutje. Uji ishte po aq i thellë. Edhe për të. Pse erdhe e pyeta unë drejt për drejt, duke menduar se do më thoshte që vapa jashtë ishte e padurueshme. A i bëri një hap përpara meje në ujë. Kisha di që e presja këtë moment, më tha e. Zëri i tij ishte i ulët. Fjalët e tij më godetën si diçka krejtësisht e panatyrshme. Nuk dija si të reagoja. Mënyra se si e tha dhe fakti që zgjodhja atë moment në thellësi, ku nuk mund të na shete askush dhe nuk mund të na dëgjonte. Ishte e gjitha e llogaritur. Ai nuk ishte ardhur në Velipoj për pushime të qeta, kishte ardhur për këtë. Çfarë po thuaj, thash, duke u menduar që ta mbaj një ton normal, edhe pse kishim shumë emocione në ato momente. Ai nuk u përgjigj me fjalë, bëri edhe një hap përpara në rërën e detit. U ofrua plotësisht, pa më lënë asnjë mundësi për të menduar, apo për të reaguar. I kaloi duart poshtë sipërfaqes së ujit dhe më kapi nga beli. Ishte një veprim aq i sigurt dhe i fshehtë, saqë çdo mendim logjik mu fshin nga koka. Nuk u tërhoqa. Uji fshihte gjithçka që po ndodhte poshtë tij, ndërsa sipërfaqja na mbante aty ball për ball. Më tërhoqi lehtë drejt vetës dhe aty ndodhi edhe puthja. Një puthje plot rrezik, një puthje që shkeli çdo rregull që ekzistonte në familjen tonë. E humba plotësisht kontrollin mbi situatën dhe nuk e kundërshtova as prekjen e tij që më bënte. Ishte gjithçka e mbyllur mes nesh, mes asaj vape dhe atë uji të ftohtë. Një fshat e pa imagjinueshme që mori jetë brenda pak sekondave.
por sa po duart e tij u liruan pak nga beli im, realiteti më goditi sërish. E shkëputa veten me një lëvizje të shpejtë. Eca ana shtej dhe fillova të notoja drejt brekut. Nuk i fola. Nuk u ktheva njëherë për ta parë, por në një moment të vërejta që ai më erdhi nga mbrapa dhe po më prek. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like.